Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e rollatës me fileto pule. Në një përgatitje shumë thjeshtë, bëhet shumë e shijshme e bukur për syrin, besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen e rollatës. Në fillim shtojna mishin e bluar. Këtu kam 800 gram me mish të bluar pule, gjoks pule apo filete pule, cilat i kam bluar imët. Ja shtojmë 4 lugë gjelle me thërmia buke, ose mund të shtoni bukë bajate nëse doni, vetëm se zbutni bukën bajate në qumësht e kulloni dhe ja shtoni. Por nëse jeni përgut, mund të përdorni thërmia buke, një vezë plot. Përgatitja nuk ju merr shumë kohë, shumë shpejt bëhet përgatitja. Tash ja shtojna melmezat, kam një lugë gjelle me veget, një lugë gjelle biber të kuq, pak biber të zia, pak hudhër të pluar ose hudhër në copë, sa mirë po më mirë do jetë hudhër të pluar, dhe një lugë të vogël çajit me soda bikarbone. Shtojna një spec jeshil dhe një spec të kuq, cilat i kam cotuar në copsa të vogla. Dhe tash fillojna që brumin e rolladës ta punoj me dorë. E punoj mirë, gjersa të lidhen gjithë përbërësit. Sa më shumë që të punohet, aq më e mirë do del rollada. Punojmë dikon rreth 5 minuta. Kam punuar brumin e rolladës mirë, tash marr një letër për pjekje me dimensione 35-40, do jetë mjaftueshëm, dhe në të shtoj vaj. Me anë të një brushe për hapi kështu vaj në për letrën për pjekje, që më lehtë bëhet hapja e brumit të rolladës. Vaji i ndihmon shumë në hapje dhe nuk e nxjerr për letrën, më lehtë largohet pas pjekjes. Mjaftueshëm kam bërë hapjen e vajit. Tash e kalojna brumin. Dhe brumin e përhapim në sipërfaqe. Kështu ja japim një formë të një drejtkaqe. Mundohem që ta bëj brumin në trashësi rreth 1 cm. Kam përhap brumin e rolladës në gjithë sipërfaqen dhe ja kam dhënë formën e një drejtkaqe, sipër i shtoj kashkavall bërë në rende, mirë po kashkavalli patjetër duhet jetë kashkavall qumshti, se për ndryshe nuk do bëhet e mirë rollada. E përhapim dhe kashkavallin në sipërfaqen e rolladës. Kashkavall mund t'i shtoni sipas dëshirës, më shumë më pak. Sipër i vendosim kështu gjoks pule të timosur ose të lopës, varet çfarë keni në shtëpi. Dhe filloj që bëjmë rokollisjen e rolladës. Në një ranë filloj që ta bëjmë rollë, kështu. Përsëri e rokollisim të letra për pjekje. Dhe mbyllim ansorët e letrës, kështu. Përsëri të shumë. Mbyllim ansorët, kështu. Dhe rokollisim
seher. Ta merr tamam formën e rolladës. Shumë mirë është. Dhe rolladën e vendosim në tepsi. Tepsin ka vendosur letër për keke. Më mirë do jetë, nuk do bëhet shumë ndyrë tepsia. Tash rolladën e fusim furn nxehtë 250 gradë për 20 minuta. Rolladën e kam larguar nga furra. Tash ja largoj letrën për keke. Me kujdes është e nxehtë, mund të ditemi dhe mos ja prishim furnën. Ja kam largu letrën, se përishtoj pak vaj kështu. Dikon të tredu gjelle. Dhe rolladën përsëri e fos në furrë të nxehtë në të njëjtën temperaturë rreth 10 minuta. Rolladën e kam largu nga furra, ka një aromë mrekullueshme, e lojmë që të toket dhe bëjmë prerjen dhe jetë gati për konsumim. Rollada është ftohur, është gati për konsumim, ta ndajmë kështu dhe ta shihni se si ka dalë. Ja dhe si duket mbrëmsia vërtet ka dalë shumë e mirë. E prejmë kështu në trashësi rreth 1 cm. Ja dhe si duket. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Në këtë mënyrë e prejmë gjithë rolladën. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, forma shumë e mirë. Dhe shija besoj se s'ka por mi munguar. Ja dhe finalja e rolladës. Besoj se kam ju pëlqy, qofse përgatitni me mbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.